Këtu jemi në një penthouse tjetër, buz rrugës C dhe Muharrem Feza. Penthouse ku ne ndodhemi i ka 142 metra katror hapësirë të brendshme. Këtu jemi në pjesën e qëndrimit ditor, kuzhina vjen këtu, tavolina e bukës dhe qasja në terasën prej 87 metra katror. Ky penthouse i ka dy veçori nga ato ma kryesorët. E para është organizimi shumë i mirë dhe e dyta ka ndriçim nga lindja deri në perëndim. Pjesa e qëndrimit ditor me kuzhinë shë nga lindja, ndërsa tash po shkojmë nga dhomat e xhumit ku kanë orientim jug-perëndim. Nga këtu fillojnë 4 dhoma xhumit. Dhoma e parë e xhumit, dhoma e dytë e xhumit, ne janë 2 banjo, dhoma e çiftit dhe kjo është një dhomë e katërt e xhumit. Ti mund ta përdorësh ose dhomë xhumi ose zyre, varësisht çka dëshiron. Penthouse ndodhet në katin e 9 të banimit. Përveç këtyre detajeve, penthouse ka nxemje qendrore me rrymë, mirë po shumë shpejt këtu do të bëhet edhe kyçja me termokos. Dritaret i ka me 3 xhama, 4 stinor, roletat i ka hapën mbyllën me rrymë. Pamja është mahnitse, është pamje që nuk ta zë asnjë objekt tjetër ndryshimin. Mund ta shikosh, komplet pamjen e keni të hapur 360 shkallë. Kjo terasë e ka edhe një detaj shumë të rëndësishëm. Nga këtu fillon zgjerimi i terasës. Komplet terasa i ka 87 metra, mirë po këtu ti mund ta vendosësh edhe një jacuzzi shumë të mirë. Ta mbyllësh me xhama dhe t'i kthesh nejat në shumë private dhe shumë miqësore. Ajo çka e bën të mirë këtë penthouse është qasja e saj. Nga rruga C ose nga Muharrem Feza ti mund të vesh shumë çlirë. Çmimi është tetë i volitshëm. 1350 euro kushton metri katror i pjesës të banimit, ndërsa 600 është i terasës. Totali është 240.000 euro. Kontratën e realizojmë te noteri, ndërsa neve na kanë mbet vetëm edhe pak punë, pjesën e finalizimit të terasës. Na kontaktoni. Objekti si shihet edhe nga jashtë ka pamje të bukur. Është komplet i fasaduar me fasadë ventiluese, një nga fasadat më të shtrejta që përdoren në objekte kolektive.